Në programin special Zonja dhe Zotëri, në debatin e madhë zgjedhor kam britur në objektin e televizionit gazetarëve, Zoti Glau Konjufsa. Zoti Konjufsa, nënkryetari i lëvizjeve vendosur. Mirë mbrëma dhe kam kënaqësinë që sot jemi së bashku. Faleminderit për këtë mundësi. Thash këtu ftohtë jashtë, po brenda ndoshta bëhet edhe më nxehtë, marr parasysh çfarë debati na pret. Na presin edhe jo kështu ndryshime në raportin e termometrit. Varet prej kundërshtarëve. Është një mundësi unike gjithsesi të flasim edhe të debatojmë me zotin Haziri, zotin Tahiri, me zonin Qitaku, të lutem. Këtu të vendosen. Po. Ju njihni gjatë kohë. Edhe njihemi moti. A është sfiduese pak apo? Jo, s'pak sfiduese, është kënaqësi bile. Më tha zonja Qitaku teksa mbriti, tha ndoshta do të ishte mirë ti trasohet rruga edhe kandidatëve për kryeministra të debatojnë me njëri tjetrin. Tha ne nën kryetarët t'ju tregojmë se ja si bëhet debat, edhe ta bëjnë edhe ata. A është idil kjo apo është e mundshme? Jo, është uvertur mund t'jetë. Uvertur? E asaj që mund ndodh, po, pse jo. Intro, absolutisht po, shumë mirë. Si është disponimi në tabolën e lëvizjeve vendosje para zgjedhjeve të 20 ditës? Disponimi është shumë i mirë. Punë ka pas shumë. Vullnetarizëm